nuk ka marrur asnjë ankesë nga ana e tij. Shumë një mesazh i keq për Universitetin e Prishtinës, për imazhin e saj, për arsye sepse Universitetit të Prishtinës i duhet një reformë e vazhdueshme, i duhet një staf akademik kredibil, të cilët janë në shërbim të studentëve. Mirë po nuk duhet asesi që të jetë një mesazh legalizues për përdorimin e lëndëve narkotike nga ana e studentëve. Në Kosovë fatmirësisht nuk është i normalizuar si fenomen. Në vendet e perëndimit është deri diku, mirë po në Kosovë ende nuk është koha, nuk janë situatat. Me sa kam kuptu, profesorin në fjalë, është edhe mësimdhënës në disa prej shkollave private. Si kanë qenë klasat me të, orët me të? Nga Departamenti i Filozofisë, me qenë se unë shërbej në Këshillin e Studentëve të Fakultetit Filozofik, nuk ka marrur asnjë ankesë nga ana e tij, mirë po ja që ndodhi ky rast dhe ju shtua edhe një fenomen negativ edhe Universitetit të Prishtinës. Mirë po fatmirësisht nuk ka ndodhur në vend të punës, për arsye sepse do të ishte krejtësisht pastaj në dorë. E kemi të qartë, megjithatë është një profili ti paraqet një institucion. E kemi të qartë që nuk ka ndodhur në tamam puna të këtë ndodhur madje në kampusën direkt apo indirekt është fytyre po, sepse ai e përfaqëson Universitetin e Prishtinës. Mirë po besoj se duhet të jetë në dorë të prokurorisë që ta hetojë rastin, të jap një verdikt final gjykata, dhe në qoftë se gjykata nuk merr një verdikt final mbi vendin e punës, atëherë besoj se duhet i takoj Universitetit të Prishtinës, megjithësisht në qoftë se si rast dërgohet në Këshill të Etikës.